Rahova njihet si i kanë thonë përpara si fshati Zotnive. Njihet në anën e Mitrovicës thojnë fshati Zotnive. Pse na ka marrë fshati Zotnive është shumë thjesht. Përpara e kemi pas edhe rrodarin dhe grabësin prun e junë. Po ishtë sistemi, na ka marrë grabëfës e rrodar, edhe na kanë marrë veç Rahova. Dhe me thonë pe atëherë na kanë marrë zotnit e Rahovës. E kanë marrë 1/3 që e kanë punue, 2/3 që e kanë pru zotnis kanë në venën e tyne. Rahova është një fshat i përfshtrihet në komunën e Mitrovicës. Edhe jeni një mbi jemen 3 fshatra. Fshati Zhazh, Boletin edhe Rahov. Ai tregon se të gjithë banorët nga fshati Rahov, Zhazh dhe Boletin mbajnë të njëjtin mbiemër dhe janë të një gjaku që nuk lejohen martesat mes vete. Pse janë familje, krejt janë. Krejt familje janë. Këtu të një gjak, a? Krejt një gjak janë. Këtu martesat mes vete nuk bëhen. Mes këtyre 3 fshatave. Mes këtyre 3 fshatave nuk bëhen. Edhe këtu të na është një përparësi shumë e madhe se hajni e këso senet liga nuk bëhen. Këtu nuk ka lekërën, ku dush qelë, kush nuk të prek kur gjë. Dhe se jem tonë vlazni. S'kem ku shkojmë në për tjetërit. Edhe nuk ka, aso punkt liga këtu nuk bëhen. E kem shkollën fillore, deri në klasën e 9, po mjerisht kena pak banor. Kem 58 shtëpia. Se unë jam përfaqësues i fshatit. I qësoj pjesë ku jena. Kryetari është i pjesës tjetër. Edhe i kem krejt 27 nxënësa. 27 nxënësa krejt janë në krejt shkollën. Edhe qaja për na pengon se, që me thonë që ky planifikimi i familjes se da si po bin do gjona që janë pak mesh për kërkon. Përpara, për shembull, prindë e mi, prindi jam, me 3 vllaznin i kanë pas 34 fëmijë. 34 fëmijë kanë pas, tash krejt katunit 34 nxënësa se ka. Përpara 35 dhe 40 nxënësa i ka pas një klasë. Tash jena met 27 nxënësa. Dojen shku në Perëndim, kanë marrë rrugën e Gërbetit, dojen dalë poshtë,